A menoni që rrjetet sociale duhen me u nal për fëmijë nën moshën 16 vjeçare? Australia e ka ndryshu komplet internetin. Ka marrë një vendim që po të rriqë vëmendje globale, ndalimin e përdorimit të rrjeteve sociale për fëmijë nën moshën 16 vjeç. Edhe pse për disa kjo mundet me u duk mos ekstreme, ky vendim s'ka ardhur rastësisht. Ai mbështetet në një numër të madh studimeve që prej vitesh po paralajmërojnë ndikimin e rrjeteve sociale në shëndetin mendor të fëmijëve dhe të adoleshentëve. Sipas Bozola dhe kolegëve, përdorimi i shpeshtë i rrjeteve sociale tek fëmijët dhe tek adoleshentët lidhet me rritje të simptomave të depresionit, ankthit, problemeve me gjumin edhe varësinë digjitale. Autorët theksojnë se këto efekte janë më të theksume te moshat e reja, sepse truri i tyre është ende në zhvillim edhe është më i ndjeshëm ndaj stimulimit të vazhdueshëm dhe presionit social online. Përdorimi i rrjeteve sociale lidhet me ndjenjen e vetmisë edhe ankthit tek adoleshentët. Sjellje të përsëritura si kontrollimi i vazhdueshëm i njoftimeve edhe krahasimi social konstant lidhet me përkeçimin e mirëqenies psikologjike. Në këtë kontekst, vendimi i Australisë shihet sikur një mos parandaluese. Ai nuk synon që me i përjashtu teknologjinë nga jeta e trive, por me shty ekspozimin intensiv ndaj rrjeteve sociale deri me një moshë ku aftësitë emocionale edhe rregulluese janë më të zhvilluara edhe rreziku i pasojave afatgjate është më i ulët. Në fund, mesazhi i shkencës është i qartë. Rrjetet sociale nuk janë neutrale për zhvillimin psikologjik të fëmijëve. Mënyra edhe koha e ekspozimit ka rëndësi për shëndetin mendor. E ti, a kështë mujtë me najtë pa rrjetet sociale, kallëzëm komente dhe për ma shumë video si kjo, bëja subscribe rëbanit në YouTube edhe në krejt platformat e tjera.